Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për shenjën e shigjetarit për muajin janar. Ju uroj një muaj të mbar, por dhe një vit sa më të mbar gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë viti, por mund të shikoni edhe shenjën tuaj me fat, por dhe ascendenten tuaj. Dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë, kemi energji të shenjave të tokës, kemi energjinë e shenjës së Bricjapit dhe te rrota e fatit kemi 4 energji. Është energjia e shenjës së Demit, energjia e shenjës së Akrepit, energjia e shenjës së Virgjëreshës, por dhe energjia e shenjës së Luanit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh që jeni duke menduar seriozisht në lidhje me situata të ndryshme, në lidhje me një dashuri, për gjithë ata që duan të futen në një njohje ose ju për gjithë ata që janë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërkohë jeni duke menduar më praktikisht në lidhje me angazhimet tuaja të përditshme ose me menaxhimin e të ardhurave tuaja, me kontrollin tuaj. Këtu e shoh shumë fort nga ana ekonomike në lidhje me shpenzimet, por dhe me gjithçka që fitoni, me borxhet, me nuk e di. Dhe në mesin e javës shoh që ju ndiheni keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me gjithçka, një pjesë prej jush në lidhje me dashurinë, një pjesë tjetër në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ndërsa për pjesën tjetër mund të keni kaluar vështirësi ekonomike ose vështirësi në lidhje me punën. Gjithsesi, këtu jemi te energjia e Bricjapit, faktikisht jemi në gjatë këtij muaji në energjinë e shenjës së Bricjapit, dielli është futur në Bricjap, dhe ju do jeni më të organizuar, duke mësuar nga vështirësitë që ju keni kaluar. Dhe këtu flasim, mund të jetë një vështirësi në dashuri dhe ju tani do ta gjatë mesit të javës do jeni më të organizuar në lidhje me ndjenjat tuaja, me emocionet tuaja, ose në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me anën ekonomike dhe punën tuaj. Gjithsesi, në fund të javës së parë, fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para, sepse ju tashmë keni marrë mësime nga vështirësitë dhe eksperiencat që mund të keni pasur, dhe kjo gjë do t'ju bëj që, sepse Saturni për këtë vjen aty, dhe shoh që ju fati ju ndihmon dhe do filloni që çdo gjë ta çoni para, një dashuri, një njohje, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, në lidhje me situata të ndryshme ekonomike që keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të tokës dhe energjinë e shenjës së Luanit. Shoh që do haseni me disa pengesa për pjesën e beqarve ose të gjithë ata që janë në njohje dhe në lidhje me personin që keni në jetën tuaj, sepse ju shoh që mendoni seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por ju shoh që keni kaluar shumë vështirësi. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të organizoheni, t'i çoni gjërat para, por unë shoh që ju do t'ja dilni. Dhe ju shoh që do investoni përsëri. Mund të investoni në një njohje, në një lidhje ose marrëdhënie, dhe do t'i shihni gjërat më qartë deri në fund të javës së dytë. Ndërsa për një pjesë tjetër, ka lidhje në lidhje me punën me anën ekonomike, shoh që keni pasur ose do keni më saktë në fillim të javës disa pengesa ekonomike në lidhje me ndoshta me menaxhimin e parave ose edhe me shpenzimet që do keni për të zgjidhur disa situata që pagesa që mund të keni, dhe unë shoh që ju
do mundoheni të shtoni të ardhurat tuaja për t'i zgjidhur këto situata që mund të keni. Ose mund të jenë dhe situata të ndryshme që ju keni. Gjithsesi, ju shoh që do ndiheni më të lumtur, do keni shkëlqim, do keni sharm, mbasi ju të rrisni të ardhurat tuaja, por të bëni edhe një sër pagesash që ju mund të keni. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë më të lumtur, do ndiheni më të qetë, më mirë me veten tuaj. Gjithsesi unë shoh një shkëlqim, sharm gjatë fundit të javës të dytë, më falni, por ndërkohë do jeni në qendër të vëmendjes, edhe nga persona të tjerë. Për një pjesë tjetër, për gjithë ata që mund të jenë në një shtatzani, shohim edhe lindjen e një fëmie. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, dhe përsëri energjitë shenjave të zjarit. Shoh që jeni duke ëndërruar, do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të fokusoheni te një person, dhe do jeni duke ëndërruar, do jeni mes ëndrash, mes iluzionesh, në lidhje me një dashuri. Shoh që disa prej jush sigur ju janë lidhur këmbët në lidhje me një komunikim me një person. Mund të jetë një person nëpërmjet rrjeteve sociale, por edhe nga afër, dhe ndoshta ju mund të jetë lidhur, ju janë lidhur këmbë dhe nuk lëvizni, nuk bëni dot gjë edhe në komunikimin që mund të keni në familje, në shtëpinë tuaj, ose edhe në grupe njerëzish. Gjithsesi, shoh që diçka ju pengon aty, ndiheni si të bllokuar, edhe pse ju ëndrroni rreth këtij personi. Ndërsa për pjesën tjetër do keni shumë oferta në lidhje me punën, mund të jenë oferta ekonomike, dhe ju ndiheni pak të bllokuar në këtë pjesë. Por gjithsesi, edhe pse ju shoh me qëllime në veten tuaj, ju gjeni dhe forcën brenda vetes për të realizuar diçka, dhe këtu shoh që do arrini të realizoni një komunikim. Ndoshta një komunikim për të zgjidhur, për të futur në një njohje të re nëpërmjet rrjeteve sociale për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër në lidhje me këto ofertat që do t'ju vinë në lidhje me punën nga ana ekonomike, por edhe në zgjidhjen e disa situatave. Do keni lajme të mira, me marrjen e këtyre lajmeve do filloni të veproni shumë shpejt në lidhje me çfarë do lloj situate, mund të keni dhe aplikime online gjatë kësaj periudhe nëpërmjet emaileve. Gjithsesi ju shoh edhe në udhtime. Mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata, por është një fundjavë fantastike. Edhe pse në mes të javës do ndiheni pak të bllokuar, ju përsëri në fund të javës shoh që gjërat për ju do hapen. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt, shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit dhe energjinë e shenjës së peshqve. Gjithsesi ju shoh që ju keni nevojë të pushoni, të merrni një pushim dhe të mendoni si të jepni drejtim gjërave, ose si të jepni drejtim në lidhje me një dashuri, me një person, në rastin tjetër në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërsa për një pjesë tjetër ndoshta ju do jeni duke menduar se si të forconi portofolin tuaj, anën tuaj ekonomike, por edhe si të jepni drejtim punës tuaj, marrëdhënieve të ndryshme që keni, dhe në mes të javës shoh një lajm të mirë. Ju do harrini të merrni një lajm të mirë gjatë mesit të javës, por në fund të javës ju shoh që do futeni përsëri në paqartësi. Edhe pse mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një punë e re, një fillim i ri ekonomik, për pjesën tjetër mund të ketë të bëjë dhe me anën shëndetësore, sepse e pash 2 herë anën shëndetësore të ju. Ju do jeni ndoshta duke filluar një check-up ose diçka tjetër, ndiheni të friksuar ose nuk jeni të sigurt në lidhje me shëndetin tuaj, me një situatë shëndetësore që mund të keni, ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni dhe prapaskena në fund të javës së katërt. Duhet keni kujdes. Mund të keni persona që shfaqen pozitiv para jush, por që
janë persona që veprojnë bas shpinës tuaj. Mund të themi janë armiq të fshetë. Gjithsesi, është një muaj fantastik, fati ju ndihmon në lidhje me qëllimet që ju keni, me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet, ju do jeni më të organizuar, ndërkohë do t'i shihni gjërat më qartë, do jeni duke investuar më shumë në njofit, lidhjet ose marrëdhëniet, por do jeni duke shtuar dhe të ardhurat tuaja, dhe në fund të javës së tretë shoh një komunikim, udhtime, lajme të mira. Gjithsesi pa kujdes në javën e katërt, keni nevojë të pushoni, të bëni një pushim, këtë sugjeron karta, për t'i dhënë drejtim situatave në lidhje me ofertat që do keni. Por duhet keni kujdes nga personat të fshetë, persona që mund të duken pozitiv, janë persona që ju rinë afër, por janë persona që punojnë bas shpinës tuaj, armiq të fshetë. Dhe shohim, marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës këtu dhe ju thot diçka e re po vjen drejt jush, një fillim i ri. E rëndësishme është, do më thënë, që ju të lidhni një kontrat me fillimet e reja, dhe këtë e pam në fund të muajit, në fakt një fillim i ri, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, dhe kur themi të lidhni një kontrat, nuk do të thotë që të lidhni një kontrat notariale, por është një kontrat kur dy persona bien dakord në një njofje ose në një lidhje për t'i çuar gjërat para. Ndërsa për pjesën tjetër do jeni duke menduar shumë fort nga ana ekonomike, jemi te energjia e tokës, jemi në sezonin e britsjapit që është shenjë toke, dhe ju thotë që është e rëndësishme që ju do keni oferta të reja, të reja vinë drejt ju, thot. E rëndësishme është që ju të shkruani kontratat, në shkruani kontrata, mund të jetë një kontrat pune, një kontrat shtëpie, mund të jetë një kontrat në lidhje me një kredi, ose një kontrat ekonomike, një partneritet ku ju nënshkruani kontrata, një bashkëpunim që mund të keni. Por është diçka e re që vjen drejt jush, vetëm thjesht duhet jeni të kujdesshëm që ju të nënshkruani kontrata në lidhje me këto fillime të reja që ju do bëni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar, një vit sa më të mbar dhe të gëzuar për gjithë ju. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një fund viti sa më të këndshëm për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.